Kurse këto koncepte i zhvillon vetëm iniciativa e lirë dhe sidomos katunari, fillon me token. Unë i kam pa që për këtij problemit të shkatrimit të ekosistemit, kam pa që kishim tamlin fantastik, por Baxho bate djathin e bar kuadrat. Kishim vend shumë të mirë, por ama shumë herë për shkakun nuk u punote si duhet në disa kantina, sepse nuk mundesh dot me bë këtë gjë se ti e mendon e mendon prodhimin e produktit si një fabrikë. Ti nuk duhet të jesh fabrikë, duhet me kenë një katunar që dën token dhe mbi këtë gjë ndërton mbrapa produktin e mirë. Kjo është për mendimin tim ideja që i mungote vendit. Nuk ka dhe ka prap problem puna tregut shumë mirë në Shqipëri, vetëm për këtë arsye, sepse nuk vlerësohet si duhet. Po të shohim vende homologe, siç është Italia për shembull, në një zonë rrafshi që është si Muzesea këtu, si Sadrima, por shumë e madhe, është oqean me fushë, është fusha ku bëhet Parmigiano Reggiano, ku tamli merret në zona normale, aty. Është fushë, nuk është se merret në Alpe, në zonat të veçanta. Dhe ai tamel shumë i mirë, por normal, bëhet një djathi më jashtëzakonshëm në botë. Thjesht sepse katunarët janë bërë fisnik dhe fisnikët kanë ndërtuar një produkt që është tempull. I jepet vlerë të jashtëzakonshme një zone që është fushore ku ka mjekull gjithkohës. Dhe unë shifshim këtu paradoksin e kundërt, tu kishim fatin me pas katunarë që kanë 4 lopë. Dhe kur katunari ka 4 lopë, ai tamel nuk është tamel, është flori. Por u paguhet e më atë kohë në fillim 350 lekë vjetra, domethënë, tamli këtyre njerëzve, që ishte flori, dhe pastaj shkote ndur te Baxheri që bate djath dhe bar kuadrat që shitej 3000 lekë vjetra. Domethënë ky ishte shkatrimi i vlerave. Paralelisht në një Shqipërinë tonë gjithmonë shifshe produkte djathtë thuj që u shitin 20 euro, domethënë 20 euro kilja. Edhe thu si ka mundësi që ato kanë tamel intensiv dhe me tamel intensiv bajnë një djath të jashtëzakonshëm, dhe ne këtu kena tamelin fantastik të ti që ka 4 lopë dhe bëjmë djath anonim. Dhe nuk ishte faja si Baxhos, është faj i dijes që na humbë për i komunizmit dhe janë eduku njerëzit me bë produkte pa identitet.